Përshëndetje shikues të Zjon me MSN dhe mirë se erdhët te kuzhina ime gatuar nga duart e mirës. Për sot do të përgatisim së bashku një sallatë shumë të shijshme dhe të shpejtë. Le të fillojmë së bashku. Për këtë sallatë më duhen vezët, kemi avokatot, koriandër, do të përdorim lajm ose limon, do të përdorim speca, pak pikante, hudhër edhe qep. Si fillim më duhet të hedh vezët për të zier, do I hedhim për 8 minuta që të jenë të ziera komplet. Dhe kur të ziejnë vezët, u hedhim pak krip për të quruar sa më shpejt. Vezët I çuam për të zier për 8 minuta thash, dhe tani le të përgatisim sallatën. Këtu kam një avokato, duhet ta presim. Tani avokatot I kemi gati dhe më duhet të qërojmë hudhrat. Po të hedh 3 thelpime hudhra. Vendosim në shtypsen e hudhrave, të shtypen sa më imët. Dhe tani do të qërojmë qepën. Qepën da ngrim në rende, që të grihet sa më holl. Ti kemi gati, kështu duhen shumë të holla, mos të jenë të trasha. I vendosim këtu. Përdora gjysmë qepe, mesatare, jo shumë e madhe. Tani më duhet të presim specat. Specat janë pak pikante. Edhe I presim në këtë masë. Në këtë mënyrë u heq farat, që mos ketë shumë fara, që mos këto janë pak djegse. I hedhim në edhe këto. Këtu kemi koriandër.
presim sa më hollë. Tani vezët I kemi gati dhe po I marr, më duhet të kem një enë me ujë të ftohtë që t'i hedhim të ftofen sa më shpejt. Vendosim vezët në ujë të ftohtë. Tani më duhet të hedh pak lajm avokatove edhe qepës dhe pastaj do të shtojmë vezët. Me dorë po e hedh, s'ka nevojë të përdor shtypsen. Mundet të përdorni edhe limon nëse nuk keni lajm. Okej. Dhe tani do të qërojmë vezët. Një vezët I kemi gati dhe më duhet t'i presim në gjysmë. Okej. Edhe ku kemi hedhur avokaton, qepët, edhe tani më duhet t'i hedh pak krip. Edhe pak piper. Dhe nëse kamera vjen pak më afër për t'i parë, dhe më duhet t'i trazojmë me kujdes që vezët mos të prishen. Duhet të hapen komplet qepët në këtë mënyrë. Po është një sallatë shumë e shijshme. Edhe e shëndetshme. Tani po I hedhim pak avocado oil. Vaj, më falë. Dhe tani e hedhim në pjatë.
I vendosim pak koriandër anë për bukuri, jedhim edhe pak krip lart, edhe pak piper. Edhe kjo ishte edhe receta për sot. Kjo ishte edhe receta për sot, shpresoj t'u ketë pëlqyer. Faleminderit për shikimin dhe shifimin e recetat e javës. Mirupafshim bashkë.